Kalojmë në një tjetër temë, personi që vlerësohet si shpëtimtari i miliona njerëzve nga uria në vitet 60 dhe 70 vdiq këtë muaj në moshën 95 vjeçare. Norman Borlaug fitoi çmimin Nobel të paqes në vitin 1970 për punën e tij inovatore në krijimin e varieteteve të reja të grurit që i rezistojnë sëmundjeve. Reportazhi në vazhdim na njeh me kontributin e këtij amerikanit të madh që njihet si babai i revolucionit të gjelbër në bujqësinë globale. Në Afganistan, preokupimi kryesor i zyrtarëve të bujqësisë aktualisht është mbrojtja e grurit nga një kërcënim i ri, një sëmundje që njihet me kodin UG99, e cila ka shkatruar grurin në Afrikë dhe po përhapet në Azinë Qendrore. Edhe në të 90-tat, Norman Borlaug i përgjigjej thirrjes për ndihmë. Ai kryesonte një institut që punonte kundër sëmundjeve të kulturave. Ky është një lloj i ri i ndryshkut të kërcellit dhe ka fuqinë të shkatrojë varietete gruri në të gjithë botën, thot shkencëtari. Zotin Borlaug kjo punë e kthen në profesionin e tij. Ai e filloi punën në vitet 40 në Meksik, duke krijuar varietete gruri që kishin imunitet ndaj një ndryshku që kishte shkatruar kulturat bujqësore në atë vend. Por arritjen e tij të madhe e shënoi më vonë duke krijuar varietete me rendiment të lartë që jepnin 3 herë më shumë prodhim. Suksesi me orizin lindi revolucionin e gjelbërt dhe shmangu zinë e orizë që ishte parashikuar në Azi dhe i solli Borlaugut çmimin Nobel të paqes. Sipas kolegut të tij Ren Wang, trashëgimia e Borlaugut është metodologjia shkencore në zhvillimin e varieteteve të reja. Mendoj se kontributi më i madh i Borlaugut është shembulli që ka dhënë ai përmes punës dhe përpjekjeve, gjë që ka shndërruar inxhinierinë gjenetike në bujqësi në një përpjekje botërore, thot zoti Wang. Developing semi-dwarf, high-yielding cereals has scaled up or escalated into a global effort. Zoti Wang drejton një rrjet global me 15 qendra kërkimore që janë rezultati punës së Borlaugut. Ai shton se Borlaug ka qenë frymëzim edhe për vetë atë. Më impresiononte energjia e madhe që kishte ai. I palodhur, i vendosur në angazhimet e tij dhe me një pasion të madh që tregonte në kontaktet me fermerët në fushë. Kjo ka ndikuar tek të gjithë ne. Gjithmonë kishte piksynimin të përmirësonte jetën e fermerëve. To be determined to improve really lives of small farmers. Energjia dhe angazhimi i Borlaugut nuk u shterën gjatë gjithë jetës së tij. Kur mbushi 95 vjeç, ai tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se puna për përmirësimin e kulturave duhet vazhdojë. Çdo vit popullsia e botës shtohet me 84 milion vet. Në intervistën e vitit 71, ai u përgjigj kritikëve ndaj pesticidit DDT, i cili më pas u ndalua në Shtetet e Bashkuara. Jam shumë krenar që jam amerikan, por gjithashtu më trem histeria. Fillimisht hiqet DDT-ja, më pas hiqen të gjithë pesticidet, më pas kimikatet kundër barave të këqija, pastaj plerat kimike, nëse vazhdon kjo histeri. Kur të realizohet ky skenar, Shtetet e Bashkuara do të fillojnë të importojnë ushqim, por e keqja është se s'do të kenë nga ku të importojnë. Në vitet e më pas me Borlaug i zbuti disa pikpamje dhe u vun kryet përpjekjeve për të shmangur përdorimin e tepruar të pesticideve, por angazhimi i tij për të ushqyer botën ishte frymëzimi i tij kryesor. Trashëgimia që ka lënë pas vazhdon të frymëzojë brezat që janë në vijën e parë të punës për të ushqyer masat e uritura.